Në shtëpinë më të famshme në vend Big Brother VIP Albania, dinamika e lojës po hyn në një fazë gjithnjë më të ndjeshme, ndërsa emocionet, strategjitë dhe marrëdhëniet mes banorëve po bëhen vendimtare për fatin e secilit. Kjo javë shënon një tjetër moment të rëndësishëm për garën, pasi në nominim ndodhen 3 emra që kanë pasur ndikim të dukshëm në rrjedhën e lojës: Juela, Edisa dhe Shëndriti. Të 3 banorët përfaqësojnë stile të ndryshme loje dhe personalitete të veçanta, çka e bën këtë përballje edhe më interesante për publikun. Juela është shfaqur si një lojtare drejt për drejt dhe emocionale, shpeshherë në qendër të diskutimeve brenda shtëpisë. Edisa, nga ana tjetër, ka ndjekur një qasje më të rezervuar, duke u përpjekur të ruajë balancat dhe të shmang konfliktet e panevojshme, ndërsa Shëndriti është dalluar për një profil më të qetë, por jo më pak të rëndësishëm në dinamikat sociale të grupit. Vendimi përfundimtar i publikut që do të shpallet të martën pritet me interes të madh, pasi largimi i njërit prej tyre mund të ndryshojë ndjeshëm ekuilibrat brenda shtëpisë. Në këtë fazë të lojës, çdo largim nuk është thjesht një eliminim, por një riformatim e aleancave dhe strategjive. Paralelisht me nominimet, një tjetër element që ka tërhequr vëmendjen është pyetja drejtuar banorëve: kush meriton të fitojë çmimin përveç vetes suaj? Pyetjet e tyre kanë nxjerrë në pa lidhjet, simpatitë dhe respektin që ekziston mes konkurrentëve, por edhe kanë dhënë sinjale të qarta për aleancat e mundshme. Rogerti dhe Miri duket se kanë krijuar një raport të ndërsjellë vlerësimi, pasi Rogerti ka përzgjedhur Mirin si fitues të mundshëm, ndërsa Miri i është përgjigjur me të njëjtën monedhë, duke përmendur Rogertin. Një tjetër binom interesant është ai mes Brikenës dhe Mateos, të cilët kanë votuar njëri tjetrin, duke reflektuar një afërsi dhe besim të ndërsjellët që mund të shndrohet në një aleancë të fortë në vijim. Nga ana tjetër, Shëndriti ka zgjedhur Selinin, ndërsa Selini ka preferuar Brikenën, duke krijuar një zinxhir interesant preferencash që tregon për një rrjet më kompleks marrëdhëniesh brenda shtëpisë. Edisa, një nga të nominuarat e kësaj jave, ka përmendur Mirin si fitues potencial, duke e forcuar më tej profilin e saj si një nga lojtarët më të vlerësuara nga brenda grupit. Këto deklarata ndonse në pamje të parë duken thjesht si përgjigje spontane, në thelb zbulojnë shumë për mënyrën se si banorët e perceptojnë njëri tjetrin dhe për strategjitë që mund të jenë ndërtime sipër. Në një format si ky ku çdo fjalë dhe çdo qëndrim mund të ketë pasoja, edhe një përgjigje thjesht mund të lexohet si një lidhje taktike. Ndërkohë publiku mbetet faktori vendimtar, ai që me votën e tij përcakton jo vetëm se kush largohet, por edhe se cilat narrativa vazhdojnë të zhvillohen brenda shtëpisë. Me tensionin që rritet nga dita në ditë dhe me raporte që ndryshojnë vazhdimisht, pritet që spektakli i së martës të sjellë jo vetëm një eliminim, por edhe surpriza të reja, që do të ndikojnë drejt përfundimit të këtij edicioni. Në këtë pikë të garës, çdo detaj ka rëndësi dhe çdo vendim, qoftë i banorëve apo i publikut, po ndërton hap pas hapi rrugën drejt finales së madhe.